Ndalimi i reperit nga Peja, Besart Kelmendi, i njohur për publikun si gjesti, në mes të Prishtinë në ndyshimin për armëmbajtje pa leje ka ngritur një pyetje të madhe të publiku. Çfarë rrezikon realisht artisti pas këtij incidenti? Nëse i referohemi Kodit Penal i Republikës së Kosovës, vepra për të cilën ai po mbahet me ndalim policor prej 48 orësh parashikon sanksione të qarta ligjore. Për mbajtjen në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, ligji parashë 2 skenar kryesor. Skenari i parë është një gjop që mund të arrijë deri në 7.500 euro, ndërsa skenari i dytë është dënimi me burgim që mund të shkojë deri në 5 vjet. Megjithatë, ndonë se këto masa duken të rënda në letër, praktika gjyqësore në Kosovë shpesh tregon një qasje më të butë. Në shumë raste të armëmbajtjes së thjeshtë, kur arma nuk është përdorur për kryerjen e ndonjë vepre tjetër penale dhe nuk ka rrethana rënduese, gjykatët zakonisht vendosin dënime me gjob ose dënime me kusht. Ndërkohë, masa e ndalimit prej 48 orësh që po kalon aktualisht këngëtari konsiderohet një procedurë standarde hetimore. Kjo periudhë jep kohë Prokuroria e Shtetit që në bashkëpunim me Policia e Kosovës të vlerësoj provat dhe rrethanat e rastit për të vendosur nëse çështja do të shkojë në procedurë të rregullt gjyqësore apo nëse do të ndërmerren masa të tjera. Tashmë mbetet të shihet nëse gjesti do t'ia hedhë vetëm me një gjop të majme dhe një paralajmërim ligjor, apo nëse rasti do të kërkojë një proces më të gjatë në sistemin e drejtësisë. Sytë e publikut mbeten të drejtuar te vendimi që pritet pas skadimit të afatit të ndalimit.